Padyshim programi i mirë. Në intervistë kam pyet çfarë ambicie kam, çfarë tërheq me shku në Amerikë, edhe a mendon që mundesh me avancu përmes këtij programit edhe çka mundesh me pru mbrapa në Kosovë. A ka vlejt me shku përmes programit u grad. Ronze ka best exchange student, s'kisha të bua s'fjali mos kur gjë. Marrë ndonjë çmim edhe për Universitetit Prishtinës. Ka marrë edhe çmimin Hasan Prishtina, që është çmimi më i lartë i Universitetit Prishtinë që jepet studentave dallum. Mirë se vini në podcastin Porta Zerone. E kena një musafir që ka mbri diçka që s'di, jo shumë studenta në Kosovë mundën me thonë që e kanë mbri. Ka diplomu për Universitetit Prishtinës si vjet në juridik me notë mesatare 10.0. Edhe ka ndjek çdo mundësi që i ka arë para vetit, ju nis prej exchanges në Universitetin Zagrebi gjatë vitit i dytë, në exchange semester në Amerikë gjatë semestri 2 vitit i tretë, edhe ka marrë pjesë në për vizumut kortë. Edhe gjithçka, edhe sot kena me folë për gjitha, edhe fokusi ka me qenë gjatë exchange semester që e ka bo në Amerikë, sot e kena në studio Ron Zeken. Ron, mirë se erdha. Shëndetje Tringa, faleminderit për ftesën mas pari. Jam i privilegjum për shkak që kom ndjek edhe rrugtimin e Ivy Journey-t edhe Portës tash. Mendoj që është një nismë shumë e duhur për trit në Kosovë me pa për mundësitë që munën mi përdore edhe me shku në vende me përfaqësu Kosovën edhe pse jo me mësu diçka të re. Po, se mendoj që është ndonjëherë na ikin mundësit vish pse s'po dim për to. Që ai nati më i madh kur po dëgjon për një mundësi po thosh, ta kisha ditë, kisha aplikuar dhënë. Po është për shembull që të kishin zgjedhë edhe studentin më i mirë ndërkombëtar për herë të parë që kishin jap si çmim ato ne kishin bërë post të shkolla fillore. O çam pensë, domethënë krejt komunitetit t'u mbur, ai e kon gjatë kështu që ki pas qef me ndjek këto aktivitete jashtëshkollore mundësi që tu kanë jap gjatë rrugës. Se di gjithë pak si tip jam kon më aktiv edhe në shkollë dhe ja kena nis iniciativa vet nashta edhe diçka që na ka ofru shkolla, jemi mundu vet me një grup të vogël në klasë me bë diçka, me nis pak më ndryshe një klub ose një grup që më ndihmu edhe nxënësa të tjerë në atë kohë, edhe gjithë kam marrë pjesë në gara të ndryshme, si ato për shembull të shkencave natyrore apo edhe për eseja, për me shkru, për poezi. Gjithçka që mu ka shfaq përpara e kom përdor se kom lënë me mik si mundësi. Po në Agostana University kom fitu Best Exchange Student, i cili ka qenë hera parë që e ka nda si çmim Universiteti i Agostanës, edhe atje kanë shumë studenta ndërkombëtar, edhe ka edhe studenta exchange që cilët të kohën nashta kanë qëndru ma gjatë se one, po i kom jep pak ma shumë zërë studime për shkak se në Kosovë që e dina që do të me mësu sa ma shumë, që me arrit notat mira dhe me përfitu dije, edhe nashta që em ka bu mu dalu për studentave tjerë, edhe vetë stafi aty, stafi akademik, po edhe ai administrative kam pa që i kom arrit me njëherë notat ma të nalta në universitet, prej studentave ndërkombëtar, kështu që e kam bo çmimin edhe kur e ka nda, që kom shku mi pa kush po merr çmime. Se kom di që jemi i përzgjedhën ashtu edhe po shfaqen do thotë në ekran me grupin, me shoqëninë edhe një temën edhe më thonë Ronze ka best exchange student, edhe nuk e dita dhe me ta s'kisha të bua s'fjali mos kur gjë se e pa pritun ke. Edhe ashtu i falenderova shumë për shkak që kanë qenë një komunitet shumë i kpritës, edhe ka qenë një universitet shumë i mirë, që ja ka vlejt me shku përmes programit u grad. Përveç çmimit si nxënësi më i mirë, ndërkombëtar exchange që ki marrë në Amerikë, a ki marrë ndonjë çmim edhe për Universitetit Prishtinës? Po, në momentin kur jam kthy prej Amerikës, e kam marrë edhe çmimin Hasan Prishtina, që është çmimi më i lartë i Universitetit Prishtinë që jepet studentave dallum edhe nikosisht si studenti më i mirë i fakultetit juridik. Për shkak të arritjeve që thash me notën më të lartë në fakultet, arritjeve në Amerikë edhe atje ku kom hyrë në Dean's List, çmimit edhe exchange tjetër në Kroaci. Mendoj rrallë ka studenta që ndjekin krejt mundësit. Shumë ti tamam janë do s'di çat pas kam vet po ka gjatë. Edhe Fulbright ishte. Urojmë që së shpejti bëhet edhe Fulbright ose çfarë bursa më e mirë që është e mundur për studime në Amerikë. Faleminderit. Lumt për çmimet.
Shumë faleminderit. U gradi shumë programe mire, po është në 63 shtete, financum prej State Department. Qysh ka qenë procedura për zgjedhjes kur ke apliku? Qysh ka qenë forma aplikime? A mundesh pak me na tregu rreth procedurës aplikime? Hapjen e programit e kom pa në rrjetet sociale, më pas kena apliku me një grup shokëve në fakultet që kemi qenë bashkë, edhe kur kemi fillu aplikimin, ke pas me fillimisht me shujt ato rutinë që janë dhënë ato rregultat si identitetin, me tregu pak ku e ki përfundu shkollën e mesme, edhe çka studion aktualisht tash. Ka pas me shkujt 2 eseja, ka pas me gjithashtu me ngarku një CV dhe aktivitetet ekstrakurrikulare të cilat i ki kry. Okay. Kto kanë qenë në fazën e parë të aplikimit, më pas e kemë përgjedhur një numër më i vogël për në intervistë. Në intervistë kanë qenë pyetje rreth orientimit të cilën e ki zgjedh fushës apo drejtimit. Në këtë rast unë jam në juridik edhe këtu e kam të përgjithshëm, domethënë general law. Okay. Edhe më kam pyet çfarë ambicie kam, çfarë tërheq më shku në Amerikë, edhe a mendon që mundesh me avancu përmes këtij programit edhe çka mundesh me pru mbrapa në Kosovë, çka mundesh me kthy për neve edhe për komunitetin cilin bën pjesë. Ko gja pyetje kështu si të mëdhaja, veçanërisht që ajo që kemi pru në komunitet, sa ajo program një semestër, sa të ka ratu 4-5 muaj me ndajt në Amerikë. Qysh ka qenë roni para dhe pas u gradit? Për një që po thuash një periudhë shkurt, po në qatë periudhë ndodhin shumë sene dhe duket që ki nejt nashta 2-3 vjet ose ma shumë, se sa që në vërtet je konë, po ndryshon shumë, ndryshon përveç ndoshta disa aftësive që i përforcon ato, si në të folën në gjuhën angleze, në komunikim me tjerë, edhe mëson për kultura shumë tjera. Këto janë ndoshta më aspektin social, ndërsa në aspektin personal edhe të aftësive akademike të cilat i përfiton, janë të hulumtimit edhe të qasjes në hulumtim, për shembull që të ndihmojnë ku me u bazu, çfarë dokumenta me gjetë, çfarë research paper, çfarë libra, çfarë autor specifik të kërkojnë edhe cilë të ndihmojnë ty në secilin rast specifik. Pra profesorat e kanë qatë qasje që ndihmojnë secilin student në mënyrë individuale, edhe që ajo e bën pak më të veçantë sistemin në Amerikë për shkak që fokusohen në secilin student edhe nuk e lojnë kërkan me mbet mbrapa, i ndihmojnë secilit. Dytë kena studiu në Amerikë edhe njohim të mirë sistemin e shkollimit, Amerika edhe shumë e madhe. Tash janë 4000 fakultete dhe për shembull për Augustana, mendoj që asuna as ti nuk kena dëgju para ma herët. Edhe kur dojnë studentat me shku në Amerikë, gjithë kapen veç për këto ndoshta 10 emrat që i kanë ditë fakulteteve. Ivis, krejt dojnë Ivis. Qysh ka qenë prova jote të studiu në një fakultet, kjo i kish dikon rreth 2600 nxënës, student ish ma i vogël. Qa kishë thonë të rreth përvojës tonë të studiu në Amerikë në një fakultet ma që nuk e ka reputacionin në një Ivy League University dhe që është ma i vogël në madhësi? Po, për shkak që e tha Amerika është shumë e madhe, Augustana u konë universiteti nashta më i miri të Midwestit, po prap është universitet i vogël nëse e dalloj me këto universitetet që i përmendëm të Ivy Leagues. Në fillim kur më ka ardhur si përzgjedhja për universitetin, nuk e desha ku është kjo universitet, a është i mirë, ose a bën me shku, sidomos kur dën me shku jashtë, shkon pak edhe për vend, nuk shkon veç për universitet, ki qef me përjetuat ëndrrën amerikane edhe me pa pak kulturat ndryshme, me pa diçka jashtëzakonshme, diçka që s'e ki në Kosovë. Edhe pak ngurova, kështu hezitova, thash, nashta din s'po m'pëlqen, s'po di qa me bo, po në fakt jam shumë i lumtur që e kom pranu, për shkak që unë mendoj, ma mirë është një universitet me një qytet më të vogël se sa dikon në New York për shembull. Për shkak që gjindë shumë ma lehtë, njerëz janë shumë më të afërt, kime kriju rrethin tënd shumë ma lehtë edhe kime pas mundësi mi përdor krejt resurset që gjenden aty. Në universitet të madh ku ka alo ma shumë studenta dhe është qyteti alo ma i madh, je pak i humbën. E këto është shumë ma lehtë për shkak që edhe pse ke universiteti i vogël prap kime jetu në kampus, atë kime pas ma lehtë me u shoqnu, kime pas ma lehtë me njoh profesorat, kime pas ma lehtë me u gjend kampus edhe mos muni i humbur me një farë forme. Edhe qytetin kime vizitu shumë ma lehtë,
vet. Nashta besoj që është ma lirë se në qytetet e mëdha. Kjo është diçka që i intereson besoj studentave kur dojnë me shku jashtë me studiu. Patjetër. Se do me thonë u grad ju ka mbulu gjitha shpenzimet. Nuk i pas për asgjë, as për akomodim, as sigurim shëndetësor, krejt kanë qenë të mbulume prej. U gradi ka qenë një program cilët i kam mbulu keq shpenzimet para se me shku, edhe gjatë kohës që ke qëndru atje, tu i përfshi bileta, tu i përfshi librat, ushqimin, akomodimin, do më thonë krejt çka ka nevojë një student i kam mbulu. Normalisht që ato tani kanë jep edhe pare ekstra në muj, ka qenë rreth dikon $400, cilat ki mujt mi përdor me ble diçka. Po nëse ki ditë me menaxhu mirë, atëherë ki mujtë me shëtit dikon, po normalisht që Amerika e dina është pak e shtrejk, që të vynë pak në shtesë për anës tonë, nëse dëm veç me shëtit shumë vende, po u gradi ka qenë cilat i kam mbulu gjitha. Ka qenë një program shumë i mirë. Shumë. Qëto programet shumë mirë që na dërgojnë pak edhe jashtë Kosovës, se në Kosovë nuk është që kena shumë studenta internacional në për programet kur i ndjekim këto, ose mundësi me bo volunteering, a ki pas ti për shembull mundësi me bo edhe aktivitetet të vullnetarizmit gjatë programet? U gradi e kërkon që në fakt ti me bo aktivitete ekstrakurrikulare apo aktivitete vullnetare. Hynë do me thonë në plan programin e tyne që ti dohesh mi pas të paktën dikon rreth 20 orë në muj ka qenë nëse nuk ga bëj, që ti me bo aktivitete jashta shkollës, jashta universitetit. Edhe këtë mire kanë universitetet amerikane për shkak që të në kohën organizojnë diçka dhe ki ato broshurat vendosura në tabela apo bosh pjesë e disa klubeve dhe të në kohën ki me bo diçka. Nuk është e mundën me nejti, veç nëse dë normalisht, po të në kohën ki me bo diçka, kështë që po është kërku. Për shembull, kom pas rast kom hymë me një klub, u kon UBG Club, edhe aty kemi organizu evente për studentat, kemi pas edhe njëherë me dal jashtë universitetit, me shpërnda disa broshura për fëmijët me autizëm, njëherë kemi pas për shembull me gjetë vullnetar tjerë për me ndihmu me pastru edhe atje qytetin. Kështu që bojnë edhe aktivitetet ndryshme. Shumë mënyrë e mirë edhe me taku studenta tjerë, me bo shumë mënyrë e mirë. Fakulteti Augustano është në Sioux Falls, në South Dakota. Qysh ka qenë si qytet? Ka qenë i lezetshëm, ka qenë qytet i vogël, po u kon shumë ashtu local, ki pas shumë sene autentike, nashta që në vene tjera nuk mund është mi gjetë, për shkak që është edhe një prej resursave kryesore të Native Americans. Të do më thonë gjenë shumë stema, emblema, veshje, ushqime të cilat janë të vendasve amerikanë. So mirë, interesant që kur pëthush vendi vogël, kish me statistika kish 227.000 banor, Sioux Falls, Prishtina kish 224. Me thonë, Prishtina është qyteti më i madh në Kosovë, po për Amerikë. Për Amerikë atje është qytet i vogël, po. A e ndi i mirësardhën si student internacional kur e shku veç për një semestër pri komunitetit atje? Nashta ma mirë se që e kom prit. Për shkak që i kemi disa paragjykime ne si vend evropian për amerikanët edhe për mënyrën se ana njohin si Kosovë ose jo. Edhe në fakt jam çudit për shkak që këtë e kanë njoft Kosovën edhe pak a shumë e kanë ditë historinë cilën e kemi kaluar si shtet, luftrat edhe qysh jemi në vend në tranzicion. Edhe jam një shumë i mikpritën, ka pas edhe profesora cilët ndoshta vet nuk kanë qenë, por kanë pas familjarë cilët kanë qenë me mision në Kosovë. Edhe në momentin që ju kom tregu atër kanë kriju me një hapësina treja për mu, për shembull me një gradit ta ka limitu fitimin e kredive, për shkak që ti nuk i mujt me marrë shumë lanë për me i kry, për shkak që e ki pas një numër të caktum të kredive që ki mujt mi përfitu edhe mi transferu prap në Kosovë. Edhe ka qenë i lanë, ka qenë criminal law, do më thonë drejta penale atje, kam pas të njëjtën profesoreshe cila ka jep edhe criminal justice, edhe nuk kom mujt mi ndjek të dy lanë për shkak të numrit kredive, po më ka shtin pjesë të asaj lande edhe për shkak saj kom bo research paper edhe kom shkujt një op-ed ku kemi shku me vizitu burget e sigurisë lartë në Sioux Falls. Edhe atje kemi pas rastin me bisedu me të burgosonit, kemi pas rastin me ju ndihmu, nëse kam pas diçka një pyetje për sistemin amerikan apo rreth rastit të tyre specifik nëse ki dash me përzgjedh, edhe kemi bisedu me gardianët dhe oficerët tjerë të burgut, më pas kemi pas edhe raste tjera kur një profesoresh më ka ftu me qenë pjesë e një grupi tjetër për me shku me në kryeqytetin e atij shtetit që kam qenë, pra në Sioux Falls, që ka qenë Pierre, kam shku në Senat, kemi bisedu
bisedu me senatorët, me kongresmenët aty, edhe aty kemi pa rastin që shkon mënyra votimit, që mbledhen në mbledhjet private të partive, ka qenë diçka shumë interesante. Edhe studenta të tjerë ka pas exchange, ka pas ndërkombëtar, ose di nashta jam një pak më i privilegjuar për shkak që ton kohën unë isha i thirrur pi një profesorit, një profesoreshe apo pi grupe tjera me të ftu për shkak që kam pas gjithë me vot diçka dhe më kam ftu në secilën mundësi që e kam pas. Që kjo është shumë e jashtëzakonshme. Ose më shumë shpesh mëson më shumë jashtë klasës. Teoritë brenda klasës harrohen, po çështu kur takon burgosu me senator, domethënë prej burgosëve deri te senator ka ra me taku gjatë kohës në Amerikë. Eksperiencë e paharrueshme sinqerisht, edhe ka qenë diçka që për një me kom mësu shumë, edhe që ndoshta çdo kënd që e takoj nuk di çam i kallzu më përpara, po këto janë disa prej highlights ashtu që i kam përjetu sa kom qëndru në Amerikë. Ty të ka ra me bo edhe një exchange në Kroaci. Tërë kur e krahason qatë semestrin, domethënë Kosovën, Kroacin, Amerikën, a ka ndaj dallim që të bjen në mend që thush dallojmë çto mënyra, pse Kosova, Kroacia. Dyat janë vende ballkanike, pak a shumë e kanë të kaluar të njëjtë, sistemi ligjor sidomos është pak a shumë i njëjtë për shkak që i përshtatemi vendeve tjera evropiane. Normal Kroacia është pjesë e Bashkimit Evropian dhe i ka disa rregulla pak më ndryshe, po nëse e krahasoj për shembull në anën juridike atëherë dallojnë shumë për shkak që njëra është common law, është vend anglosakson dhe tjetra është që punojna me civil law, është vend kontinental dhe e kemi plotësisht sistemi ndryshe. Në Amerikë shkojsha me nëjsha për shembull me rregullat tona, ma bëjshin ti mirë ekip po për vendin tën, për kontinentin tën, jo të tëna. Edhe atje për shembull ka përparësi case law, janë raste të cilat kanë përparësi sesa ligjet siç i kemi këtu. Edhe kjo më ka ndihmuar edhe ma vonë në eksperiencën që e kam pas me garën në Vis, për shkak që ka pas universitete të shteteve ndryshme, ka pas atyre prej Amerikës apo Australisë, pra që janë vende anglosaksone. Dhe më njëherë desha me catch up nëse është vend anglosakson apo është evropian, për shkak që desha me bo shumë dallimin mirë prej vendeve evropiane, pse desha qysh i qasemi na dhe çfarë fakte dhe çfarë bazë juridike përdorim në dallim me ta. Pra përvojat kanë ndihmuar tani edhe garave më u qas më mirë edhe sa po shumë dallim i madh në mënyrën juridike që kemi në krahasim me Amerikan. A ka pas ndonjë përvojë gjatë kohës që ke qenë në Amerikë çështë kur i ki taku senator ose të burgosun ndonjë mësim që të ka mbet me ty, ndonjë fjalë që ta ka thonë ndonjë dikush ose në lidhje me Kosovën? Në lidhje me Kosovën, fakti që krejt kanë qenë njohën me Kosovën, pak më ka fascinu, edhe sa që ka ndodhur dikush ma bo me vet ku është Kosova ose ku gjendet, për shkak që e ka njoft edhe në universitetin që kam qenë pranë Augustana, me një semestër kam fol për ish vendet jugoslave dhe krejt universiteti e di ku është Kosova, çka ka kalu edhe ku ndodhet edhe çysh është tash. Kështu që nuk e kisha atë problem me ja u shpjegu se ku është ose çysh është, edhe pse Augustana e ka pas një shumë të mirë për shkak që çdo javë çdo student i cili nuk ka qenë në Amerikës e ka bu një prezantim për shtetin e vet. Kom pas një rast edhe unë kom prezantu Kosovën, i kom tregu pak ato ftyrat publike, Kosovën, kulturën, traditat. Edhe ju ka pëlqy shumë, edhe një fjalë që më ka ngjitur për një profesori ka qenë a great foil. Domethënë reflekton shumë mirë edhe tregon se çka po mëson këto dhe po bën në një krahasimin me Kosovën. Kjo më ka pëlqy shumë, edhe diçka që ndoshta më ka mbet mend në takimin me burgosën, ka qenë për shkak që në Kushtetutën e Amerikës, edhe pse njohim Amerikën vendin si më demokratik, ala në amandamentin e 13 lejohet skllavëria në burgje si formë dënimi. Edhe në takimin e parë, edhe pse pak mendojsha që di shumë mirë për Amerikën, di shumë mirë për ligjet, kësi informacion nuk isha i njohën. Edhe momentin kur ja nisën me fol, me shpjegu se çysh i shtin për shembull mi fshi dyshemet apo mi la rrobat edhe pa dëshirën e tyne, edhe nuk janë të pagum kundrejt saj, nashta e fitojnë 1 cent ose 2 cent, që është domethënë pagesë shumë e ulët edhe konsiderohet skllavëri e lehtëshme. Më ka bo pak mu shoku për shkak që nuk është nashta vendi ma demokratik, qaq demokratik sa e pritshim na. Edhe për këta e kom shkrujt një ap-et cila është publiku në një gazetë në Sufalës. Tamam, aktivitetet në të nëndë, jo dhe mu për më që ditë ka shumë së pas në ditë. E qysh ka qenë jeta studentore, me kënd kjetu, a e një konë konviktet e shkollës, qysh ka qenë jetesa? Kampuset në Amerikë janë shumë të mirë strukturume për shkak që i ki krejt afer, tash i kuptoj edhe pse shkojmë shembull në klas me pijama ose vicanqohen ose diçka se i kam për një me shumë afer, ti qohesh prej krevatit dhe shkon direkt në ligjerat se i ki që aty, të bot me një farë forme si shtëpi.
Po. E ki që aty me hongër, me pi, me flejt, me nejt me shoqni, me njerë me shku tani për shembull me studiu ose bibliotekën. U gradi e ka një sistem të mirë për shkak që studentat që ti dërgon i akomodon me studentë amerikanë. Për shkak që më mirë mu integru me shoqninë amerikane dhe qëllimi i saj pak a shumë është kjo që me integru edhe me mësu sa ma shumë për kulturën amerikane dhe tani të njëjtën me përcjell edhe kur në vendin tonë. Kështu që kom pas një roommate amerikan, shumicën e shokëve edhe shoqeve kom pas amerikan, po kam pas edhe të komunitetit ndërkombëtar. Ka qenë interesant për shkak që menzën e ki pas afër, kafeterin i ki pas edhe ato fast food chains të famshme në kampus, si për shembull Chick-fil-A, Starbucks, McDonald's e të tjera, i ki pas këtë aty dhe u konë diçka një eksperiencë ndryshe, për shembull si na mësu mi pas në universitetet tona as graci si kanë qashtu. Kështu që ka qenë diçka ndryshe. A shtove pesh kështu gjatë kohës në Amerikë? Jo se ushtrajsha. Ushtrajsha. E ka pas edhe pishinë, fitnessin, krejt universiteti, kështu që nuk ka kisha kaq diçka. Bravo që pas kemi se aty jashtë shumë ushqime kur pe ki çaq shumë. Jo, shumë. Dyshysh janë ushqimet e mira, po edhe janë që bëni me trashën shumë. Ki të përfshime edhe ushqimin si pjesë programit. 3 herë në ditë, po alimet e keni kështu si a keni me si Sa herë bufe. që ke dash me shku, ki mujt me hongër ushqim në menzë, nësa këto fast food chain që i përmena, e ki pas 3 swipes a day, ki mujt me marrë çka ke dash, Edhe në ki këto? edhe në këto e ki pas të përfshime, në ID-n e studentit veç e ki bo swipe, ndërsa në menzë, edhe menza ka qenë çdo ditë e kam pas një theme ndryshe, një ditë ki pas ushqim aziatik, një ditë ki pas europian, amerikan, çdo mil e ki pas diçka ndryshe. Jeta natës a u kon aktive? Kon edhe su kon, për shkak që u dofshe me i tinzas që atë periudhi kom pas 20, ati u kon 21 legal age për me pi, edhe u dofshe gjithë mja u bo për shembull me shku me një grup tjetër shoqnisë ose diçka, po në Amerikë është ndryshe që boj njëtën e natës, për shkak që sidomos në kampuse, këta që janë athletes që kanë shtëpia, ata i bojnë nejat krejt në basement e kështu edhe u kon një mesin filma keg standing, edhe po krejt njëjtë u kon qashtu. Sa mirë që të paskarove për jetu edhe qatë pjesë. Kjo tash jashtë Agustinës po e kim bëjt 8.0, edhe nuk po edhe në Zagreb, edhe në Amerikë. Do me thonë notat matë naltat më shme qysh. Gjithë nashta pi klasës të parë i kom pas notat që shtoj jo që se më kam në krya jo mos lufta për notë ose diçka kur s'kom luftu për një me për notë, po e disha që dije dhe moj ma shumë me arrit se nashta një notë diçka tjetër që s'm ka pëlqy, po them. Ka pas raste për shembull në Kosovë kom marrë në inanshe, po më njerë kom vinë prove me rregullu. Në Amerikë kom pas një rast, sistemi atje është me A-ja dhe me A+. Varet tash prej profesorit se çfarë note e ka ose sistemit të tij cilën e përdor. Këtë profesorat e me kam pas deri në A maksimale përveç një profesori që ka pas A+-in edhe ma vendosi A+ kur e morra transkriptën, dish mu do ke këtë A-ja, A+, edhe kur ja epa për shikim të parë këto, atë ma bën tha mirë, tha non, çevish një 10 që edhe me njëherë kom shkruajt profesorisht, a mundesh me ma ul notën, edhe profesorisht u pat çudit atë tha kur thas kom një që dikush me lyp me ja ul notën, me ja ngrit po me ul jo. Po, nashta pi natyrës pak jam që me inati të mirë me punu, edhe me arrit sa ma shumë për shkak që nuk e mësoj veç sa me mësu, po dyshysh mësohet me qef, më lexohet edhe mdoket që përfiton shumë ma shumë kur i ki çato dije, kur i ki edhe notat e mira për shkak nëse dën me apliku gjithë kom pas mendje, du me apliku me një universitet të mirë ose bachelor ose master tash, du me pas notën ma të mirë, suksesin ma të mirën që me pas përparësi mu pranu në atë universitet tjetër. Ka qenë ashta pak e shtirë mi majtë në të trija 10.0, ama po, fund duket ja kom dalë se di në fakulteta është edhe dikush tjetër, po inshallah sta. Se jo shumë, hajtë thot njerin një, të 3 sistemet ja kim ri me mbajt, kështu diçka shumë e veçantë, dhe nëso dikush nështë është që nuk ka bo semestra jashtë, të edhe gjatë 2 semestrave i kim mbajt notat më të nalta. Tash pas diplomimit a e kyqin tregt punës me çka e t'ju marrë? Me njerë pasi që jom kthyn prej Amerikës, mas pari e kom pas kontaktin prej KUS-ës, e cila është një organizatë me thonë për alumni cilët kanë studiu në Amerikë edhe tash që janë në Kosovë, atëherë aty është një rrjet shumë i gjohën për njerëzve cilët kanë qenë, kanë pas përvojën e njëjtë me ty, kanë studiu në Amerikë, edhe ki të fushav, ki ekipe të fushav të ndryshme, për shembull ki Rule of Law, cilë janë pjesë edhe unë, edhe që nashta të bjen me pas kontakt me njerëz tjerë edhe një muajnë për tregun e punës ose diçka tjetër. Momentalisht jam si translating assistant,
për gjuhën angleze edhe për gjuhë tjera në terminologjinë juridike. Kam qenë edhe si monitorues për krimet e luftës në gjykatat në Kosovë, edhe i përcjelli seancat që realizohen në Kosovë për krimet në mungesë po edhe për të akuzuar që janë prezent. Është një punë e vështirë që Kosova po e ka lënë tash sidomos gjykatat për shkak që nuk kemi hasma përpara, edhe duhet me qenë shumë të kujdesshëm në këtë aspekt për shkak që diçka një gabim i vogël në procedurë atëherë mundet me pësu çaj lodhja, çaj sistem që çaj e curi që e kemi kalu deri tash. Uroj që çaj inati i mirë që e ki, të vazhdohet kështu edhe në punë që po i bën që me mbajt standardin sa më të lartë, veçanërisht këto punë shumë ndihshme që është me gjykatë krimeve të luftës. Është gjykata themelore, është departamenti special për krimet e luftës. Tutje, çka janë planet? Çka kishe pas qef? Tutje, pak më ka ndryshuar për shkak që gjithë jam koni të rejkum prej drejtës penale, tash me angazhimin në ves, ja ka nisë me pëlqy edhe drejta komerciale, arbitrazhi, kështu që njerë po mendoj me që kemi përvojën praktikën 1 vjeçare, fakulteti juridik, me përfundu, ma pas me vazhdu edhe me master, shpresoj që prap në Amerikë, për shkak që kom kriju një rjet atje, i një disa prej profesorave ose dekanave të disa universiteteve tash ja ka nisë me na njoft ka pak, edhe jemi në kontakt, që besoj që prap në Amerikë me kryu një master në juridik. Amerika njëherë kur të thirë të mban. Amerika tani vish alo ma shumë, ashtu nuk të hekët ai qefja e dëshira për Amerikë. Në është ta gjithë e ki pas andër vish njerë me mujtë me shku, për kur shka njerë dënë me nejtë gjithë atje, se është qasi vendi që ki gjithë shka. Po, mu do ke koha e ke ma shpejt në Amerikë. Edhe sa një ditë këto atje gjysë ditë, shumë shpejt edhe krejt sandet caktume. Është jeta shumë e shpejt atje. Shkan shumë shpejt, do është gjithë mu konë ready to catch up me senet ma të fundit që. Nëse kishe mujtë më këthy në ditën e parë, kur ja ke njësë përvojnë e ugradit, ose nëse është dikush tash që ka më njësë naj exchange ashtë, qa është naj këshill që i kishe jep atina, ose që i kishe jep vetit në fillim të përvojës? Vish mu stresu, për shkak që ne di sa stres jam konë, sidomos kur në kontaktin e parë me aeroportet amerikane që jenë tepër të mëdhaja, atëherë vish mu stresu që gjithçka ka mu shku në rregull dhe ka mu konë përvoja nashta më e mirë so far deri tash që e ki pas. Për shkak që ka me të ndru krejt konceptin ndoshta pak a shumë edhe jetës, për shkak që ki me pas një mentalitet pak më ndryshe, ki me kalu diçka tepër të mirë, ki me taku shoqni të re, ki me taku persona që ki me u taku ma vonë prap, me mësu shumë sene të reja, ka me të pru përfitime edhe në Kosovë edhe jashtë Kosovës. S'ka stres. S'ka stres, stresit do të më largu vish, mu konë sa ma shumë i emocionum që përshkan, edhe që do shme di që ki mu knaqë. Po, pajtona, me mujtë vish me hek që shtë, edhe me mujtë stresin me hek. E di që kush përna nga në thët, po e keni kalu tash ose diçka, nashta dhe në njejt kësha thonë adin që se cili e ka përvojën e vetë ndryshe, po është mirë nashta që mos me pas stres e mos mu konë nangth që përshkan mu tut ashtu, se di që edhe pak familjet për shembull kosovare e kanë qëta me tut, mos pi qojna fëmijë të larg dikon ose diçka. Në fakt s'është larg, është shumë afër ashtu. Për shkak që është e mirë për fëmijën tënd që menitar me ka me arrit shumë, i ndihmon në ekstrem shumë cilën do fushë që është. A kam pas prind hezitime kur je pranu a me shku ajo? Prinde me jo, ata e kanë ditë për fillimit që gjithë du me shku, edhe janë konë ashtë shtys numër 1. Dhe i vonë dyqysh të isha, adin s'po shkaj, në ashtë vetë, kom thonë ata, që ki me shku pa qare, adin, ata e kanë pas që ti ki me shku edhe u kry. Ata e kanë ditë që më pëlqen edhe janë konë për krast ashtë. Mirë shumë. Se pak problem kur me dash fëmiu diçka e prind me qenë hezitant edhe për një me u do këtë Amerika lërë, nuk e kanë dikon afër me mbi këqyre kuptushme, po të rritë që e provoj shumë, një semestr, po është nështë një kohë shumë e gjatë që je vetë, i zbulon një qytet. Pavarësën me një farformë. Definitivisht. Ka që ke për të dronë, faleminderit shumë që erdhe, edhe për krejt këshillat edhe informatat që i shpëndove me neve. Faleminderit për ftesën, e vlerësoj edhe njerë shumë. Shpresoj që ka me pas në Kosovë ala programet njëjta si u gradi, edhe pse disa janë, besoj që kanë mu kthy edhe këto edhe me qenë nga dishmëri më ndihmu studenta për një se ka shumë programe ndryshme veç që do mi ditë edhe do të me ditë mi përdor që ato mundësi që të vinë. E uroj që të bëhet për me studiu të drejtën komerciale në master në Amerikë. Faleminderit shumë. Faleminderit ty.